I burrit madh që ka qenë kalife besimtarëve, Harun al-Rashidi, që ka qenë i njohur në historinë islame si drejti, se ka vendosur drejtësinë rrugën Allahu xhaleshanu, ka punuar me drejtësi. E Zoti i dën popujt e drejtë pa marrë parasysh çfarë besimi kanë. Nëse një popull punon me drejtësi, Allahu xhaleshanu ja çon bereqetin për këtë dunjë. Në dunjë tani është çështje se sa ka besuar vërtetën. Ka qenë besim çdrujshëm. Pra, edhe ai burri i madh thotë, çelmanivori, mu varros para se më vdekje dhe thot, a besheni këto pallate, këto fortifikata, këto tjera, këto kur që për me veti s'pëj marrë, këto s'që më pëj marrë me veti. E thot, limini dur për jashta, limini e mi u kallëzu krejt popullit e vendit tem mi u kallëzu që përshkojnë në dunjot, u thot. Tham që, inshallah, unë apër për atyre që shkojnë me dur plët, me punë të mira, të cilën punë të mira ka thonë Allahu xhaleshanuhu innal ladhina amilu s-salihat ulaika hum khayrul bariya. Pra ata të cilët bëjnë punë të mira janë krijesat më të dashura të Zotit, pra ta përmendim edhe një herë. Pra ata të cilët bëjnë punë të mira si definohen, punë e mira është me buzëqesh nënën e babën, mos me çunë në do plezhve. Punë e mirë është me fal namazin, punë e mirë është me respektuar orarin e punës, punë e mirë është me dhënë zakatit, punë e mirë është me ndihmu një fukara, një student, një botim, një libër, një diçka, një frangë, një kushton shumë.